Krijimi një bordi këshillimor për të drejtat e njeriut pranë avokatit të popullit ka mbledhur sot në një tryezë të rrumbullakët përfaqësues të shoqërisë civile, komunitetit ndërkombëtar si dhe grupeve të ndryshme sociale. Ky bord do të jetë një strukturë e pavarur nga institucioni i avokatit të popullit dhe në thelb do ketë 3 shtylla: pavarësinë, pluralizmin dhe vigjilencën. Bordi këshillimor për të drejtat e njeriut krijohet si një strukturë e pavarur me qëllime konsultative dhe këshillimore. Ai do t'i sigurojë avokatit popullit këshilla dhe konsulencë në fushën e mbrojtjes dhe promovimit të drejtave të njeriut, si dhe rreziqet e cënimit të këtyre të drejtave nga procese të ndryshme me natyrë politike, ekonomike, shoqërore dhe të tjera. Mendoj se një mision tjetër e rëndësishëm është që të favorizojë një bashkëpunim më të mirë midis pushteteve publike dhe shoqërisë civile, por gjithashtu mendoj se ky bord mund të shërbejë si një alertues dhe sensibilizues i opinionit publik për çështje që prekin dhe shqetësojnë shoqërinë dhe qytetarin shqiptar. Bordi do përbëhet nga 25 anëtar që përfaqësojnë fusha të ndryshme të shoqërisë civile. Zgjedhja e tyre do bëhet me rotacion për një kohëzgjatje të caktuar. Bordi gjithashtu do t'i propozojë avokatit të popullit një çmim për të drejtat e njeriut në Shqipëri, që do t'i akordohet individëve apo organizatave që kanë kontribuar në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të qytetarëve.